Bismillah, alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahun e madhëruar falenderojmë, paqja mirësi dhe bekimet e Allahut qofshin mbi dërguarin e tij Muhammedin alayhis salam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë besimtarët që ndjekin pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Falënderimi takon Allahut të lartësuar që me ndihmën e tij, me mirësinë e tij plotësohen të gjitha dhuntit, të gjitha mirësitë. Dhe ne falenderojmë Allahun lartësuar që na gjeti në jetë, na gjeti me shëndet, dhe na gjeti inshallah dhe me besim ky moment. Dhe ky moment është i veçantë për faktin se është nata e fundit e muajit begat Ramazanit. Pa pas kësaj nate, ne nuk do të kemi teravit përbashkëta. Dhe kjo ditë që ne jemi sot, është dita e fundit e muajit begat Ramazanit. Dhe dita e nesërme, që është dita e Xuma, dita e premte, është dhe dita e Bajramit, e festës. Dhe kjo, për këtë vit, është dhe ndalesa e fundit që bëjmë bashkarisht. Namazi i fundit i natës, edhe ndalesa si thuaç, këto shkëputjet ose këto këshillat që ne kemi ndarë bashkarisht. Me thënë drejtën, natyrshëm secili prej nesh përjeton disa ndjesi në këto momente. Ndjesia e parë që unë jam i bindur çdo besimtari që përjeton, ndjesia e parë është keqardhja, ndihet keq. Dhe kjo është çudia me zemrën e besimtarit. Pra ndihet i vjen keq për faktin se do përcjelli muajin e begat Ramazanit, edhe pse ka agjëruar, edhe është lodhur pa gjumësia, gjëra që ne i kemi përsëritur dhe ju i dini, ose i kemi ndjerë bashkarisht. Ama në fund fare, kjo është shija dhe kënaqësia që të dhuron adhurimi. Vërtet, ka një farë angazhimi, ka një përkushtim, ka dhe lodhje, mirë po ka shije, ka ëmbëlsi. Dhe ëmbëlsia e mund lodhjen, sakrificën, e pse jo edhe gjumin. Prandaj, çdo musliman në rrugën toksor, po ta pyesësh dhe po çfarë ndjen në këto momente, thot sa shpejt që kaloi ky muaj, dhe pasha Zotit thot një keqardhje. Ndjesia e dytë është përgëzim dhe krenari. Nuk i thon pak. Prandaj e meritojmë që të gjithë bashkarisht përgëzohemi vetën tonë. Allahu na ka përgëzuar. Allahu ka përgëzuar çdo besimtar dhe çdo besimtare. Sidomos në fund të rrugëtimit, pasi e vulos, pasi e përsos dhe pasi e ka kryer plotësisht një obligim që nuk është obligim i vogël. Një muaj që nuk është muaj pak i rëndësishëm. Prandaj në fund të këtij rrugëtimi kthejmë kokën pas dhe themi falënderimi i takon Zotit të lartësuar që ma mundsoi dhe ndihu krenar. Për faktin se ke bërë diçka të madhe, nuk është diçka e vogël. Po të ishte e vogël do ta kishin kryer që të gjithë. Ama të ka përzgjedh ti Allahu i lartësuar, ta inspiroj, ta mundsoj, ta lehtësoj dhe ti e çove në vend, e zbatove. Prandaj përgëzohu dhe ndihu shumë krenar. Dhe përgëzohu edhe për faktin tjetër sepse gjatë këtij muaji ke bërë tregti me Allahun lartësuar. Çdo të mirë që ndoshta ke bërë dhe pa shumë vetdije, të është regjistruar tek Zoti i gjithësisë, do ta gjesh në këtë botë, do ta gjesh shumë fish dhe në botën tjetër. Prandaj shumë përgëzohu dhe prit mirësitë prej Allahut të lartësuar. Ndjesia tjetër e radhës e treta dhe shumë e rëndësishme është se cili prej nesh në këtë moment përjeton dhe ndjenjën e përgjegjësisë. E dini që kemi dëgjuar me veshët tanë shumë prej njerëzve të cilët e duan fort të bëhen musliman, e duan fort edhe të vinë në xhami, edhe pse jo ti mësojnë dhe fillojnë të adhurojnë Zotin e gjithësisë, mirë po kanë frikë i tremben një detaj. E dini cili është ky detaj? Sepse nëse e fillojnë këtë rrugë, do t'ju pëlqejë dhe pastaj çfarë do bëjnë? Nuk shkëputen dot. Dhe thot, madje rëndome dhe përdorin e përmendin dhe thonë, nëse e filloj thot nuk ndahem dot. Dhe nuk jam gati tani të filloj këtë stil jete apo këtë mënyrë jete. Ndjesia e tretë që ne përjetojmë është ndjenja dhe ndjesia e përgjegjësisë. Çdo thotë jo se cili prej nesh në këto çaste, në këto momente, me ndihmën e Allahut të lartësuar është më i mirë se çka qenë në ditën e parë të muajit begat Ramazan. Është më i dishëm, është më i vetëdijshëm në fenë e tij, është më i mbuluar me sevape dhe me mirësi. Thënë ndryshe, ka një status pak më të ngritur tek Zoti i lartësuar. Ka një status më të veçantë, më special tek Allahu i lartësuar.
Sfida dhe ndjenja e përgjegjësisë, cila është, ky status duhet ruajtur. Imagjinoni pak nëse dikë prej nesh që ka një pozitë për shembull, e marrin dhe ulin në detyrë ose i ulin në rrogën. Për shembull, cila është ndjesia që përjeton? Prit pak thotë unë isha këtu, për sa i përket pozitës, për sa i përket statusit, për sa i përket dhe të ardhurave. Nuk ka rob Zoti në botë që të ndihet mirë në momentin që e ulin nga pozita. Apo e shkarkojnë, apo i ulin rrogën apo pagën. Nuk ndihet keq. Ne kemi tani një status tek Zoti i gjithësisë, edhe në raport me veten. Kemi formuar disa norma, jemi ambientuar, kemi ushtruar disa adhurime, i kemi zbatuar ato, i kemi kuptuar që janë të ëmbla, janë të shijshme, janë të lehta, e kemi kuptuar që mundemi, e kemi kuptuar se sa bukur është të jetosh me Allahun e lartësuar, se sa bukur është të jetosh bashkarisht, të jesh pjesë e këtyre tubimeve, e këtyre namazeve, e këtyre iftareve, trapezeve, e pjesë e një bashkësie e cila vetë se mjafton ta shikosh në fytyrë dhe thjesht të kesh një komunikim sado minimal të nxit të inkurajon për mirë, minimumi të përgëzon dhe të bën të ndihesh mirë. E kemi shijuar të gjithën këto. Prandaj ndjenja e përgjegjësisë është që secili prej nesh të bëj maksimumin në momentin që tani do shpërveshim mëngët pas Bajramit dhe do të futemi punëve të dunjas. Të gjithë do të futemi punëve të dunjas. Problemi është mënyra si do të futemi punëve të dunjas. Me statusin e agjëruesit, me statusin e atij që shfal natën, me statusin e atij që njohu Allahun lartësuar, me statusin e atij që njohu dhe kuptoi halallin dhe haramin, me statusin e atij që është i mençur dhe do të vazhdojë dhe do të ekuilibrojë, do të vendosë ekuilibër shumë të thukt në angazhimet e tij, në përditshmërinë e tij. Ora namazit, ora punës, ora prindërve, e familjes, ora familjes. Kemi disa orë, disa sektor në jetën tonë. Prandaj do të bëja një thirrje shumë vllazërore dhe shumë dashamirëse, mos të jetë dita e fundit e begat të Ramazanit apo nata e fundit dhe dita e Bajramit kontakti i fundit me xhamin. Kontakti i fundit me këtë xhamat të nderuar. Me këto adhurime, me këto rituale. Mos jetë kontakti i fundit deri kur? Deri natën e Kadrit apo deri në Ramazanin e ardhshëm. Nuk është as korrekte dhe dëmin kujt ja bëjmë? Si ja bëjmë as Zotit i gjithësisë, as hoxhës, as xhamisë, as kujt, përveç vetes tënde dhe përveç vetes time. Prandaj le ta konceptojmë të gjithë këtë gjë që kemi investuar në këtë muaj të begat si një fidan. Fidani i imanit, i besimit, si një fidan, bime, peme, e cila tani të mbrekullon kur e shikon. Mirë po do ujitur në mënyrë periodike, do ujitur në mënyrë të pa ndërprerë. Nëse lere pa ujitje, pa kujdesje, do thahet, do vishket, s'do t'jetë më as e bukur dhe njëkohësisht mos prita as që të t'japi frutat. Prandaj le ta konceptojmë këtë raport që ndërtuam me mirësinë, me Allahun, me ritualin, tamam si një fidan i cili çfarë do vërtet që të ujitet. Dhe si do të kjo ujitje? Hajde po u them në 2 apo në 3 forma shumë të rëndësishme. U a them me bindje or të shtrenjtë, or vëllezërdemi. Kjo fe, Allahu në sura ka quajtur inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Bëhu gati o Muhammed, i thotë Allahu në sura, përgatitë pak veten tënde, shpirtërisht, mendërisht, në të gjitha format, sepse mbi ty unë do shpall një fe me pesh. Një fe që nuk është do si do, fe burrash, burneshash, një fe e cila do angazhim dhe mbi të gjitha do dije, do informacion, do të mësosh, do të dëgjosh. Unë jam i bindur që secili prej nesh pas një fjalim xhumaje apo pas një ligjërate të shkurtër që ndoshta ju e dëgjoni në rrjetet sociale, pas një ajeti Kurani apo pas një hadithi është më ndryshe se sa ishte përpara. Prandaj, wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? I tha Khidri Musait, kur i tha Musai, unë do të bashkangjitem në udhëtimin tënd, të jap fjalën dhe do të jem durimtar. Dhe do t'i përballoj gjithçka që do më dali përpara. I thot Khidri, që ishte më informuar në atë moment se Musai, i thot, dakord, po si do jesh ti durimtar për atë gjë që ti nuk e njeh natyrën e saj? Si do durosh një udhëtim, një rrugëtim që ti nuk e njeh natyrën e këtij udhëtimi? Ti do përballesh me gjëra që ti nuk i kupton, nuk i di.
dhe ne në rrugëtimin e jetës nuk mund të dalim faqe bardhë dhe suksesshëm nëse nuk jemi të informuar. Prandaj mësoje fenë e Zotit. Dhe minimumi, caku minimal, që ne dhe standardi minimal që duhet të ndërtojmë në veten tonë, që është minimumi i kontaktit me të madhërishmin, me furnizuesin dhe me njëri tjetrin, është dita e xuma. Ai i cili nuk ka arritur ta bëjë standard ditën e xuma, dita e xuma është minimumi i kontaktit me të madhërishmin, me furnizuesin, me Zotin e gjithësisë. Mbylla dyqani. Sistemohen angazhimet. Tani ka prioritete. Dakord, më thret njëri në telefon, më thret edhe tjetri, let jetë dhe prori, let jetë kushdo, tani më thret i madhërishmi. Nuk ka mbi Zotin e gjithësisë, tani më thret i madhërishmi. Dhe unë i marrë dhe i sistemoj angazhimet e mia dhe punët e mia, mundësisht i lëj që të gjithë të kënaqur në një mënyrë të tillë që i përgjigjem të madhërishmit. Prandaj dita e xuma është dita e festës, që vazhdon kjo xuma edhe pas Ramazanit, edhe pas Bajramit, dhe e gjallërojnë besimtarët dhe besimtarët janë nuk e kanë obligim edhe pse e kanë shumë të përgjithshme. Kjo është minimumi. E dyta shumë e rëndësishme është shumë e vështirë të mbash këtë fe i vetëm. Prandaj pejgamberi alayhissalam ka thënë el mar'u ala din khalili. Personi është i varur, është i lidhur ngushtë me fen, moralin, sjelljen, veprimtarinë, përditshmërinë që ka shoku i tij. Është shumë e vështirë të mbash të fe i vetëm. Prandaj ka nxitur shumë Allahu i lartësuar që kjo fe të mbahet në komunitet, në bashkësi. Shikoni çfarë vlerë ka namazi me xhamat. Kush ka mundësinë vjen fal namazin në xhami. Pse kjo gjë? Sepse i vetëm gjithmonë, i vetëm në punë, ti si musliman i vetëm në punë, dhe ne nuk e kemi fatin që të jemi në një vend që dominohet për shembull nga praktikantët, nga adhuruesit, nga muslimanët. Jo. Atë i vetëm vjen një moment që humbet kontakti. Vjen një moment që zbehet besimi. Ama në momentin që je me vëllezër, me besimtar, pavarësisht mangësive të tyre. Ama je me vëllezër, je me besimtar, ke më imunitet. Dhe imani dhe besimi bëhet në mënyrë më të thjeshtë dhe në mënyrë më solide. Prandaj, nëse dëshiron të ruash fenë e Zotit lartësuar dhe të jesh një besimtar i mirë, patjetër duhet të përzgjedhësh minimumi në rrethin shoqëror tëndin, minimumi ti duhet të kesh një adhurues shumë të përkushtuar të Zotit lartësuar. Ai do të kujtoj Zotin, ai do të nxiti, ai do të inkurajoj. Nëse ke një të tillë, shtrëngoje fort se është thesar. Sepse të kujton Allahun e lartësuar. E diçka tjetër shumë e rëndësishme është që edhe nëse nuk i kemi mundësinë, sepse jo të gjithë kemi komoditetin të kemi këto të dyja, atëherë njeriu bën maksimumin e mundshëm. Dhe shpërblimin tek Zoti i lartësuar e ka sipas vështirësisë dhe sipas mundësisë. Dhe unë jam i bindur që inshallah Zoti ne pas muajit begat Ramazan do të jemi akoma më të mirë dhe akoma më të përkushtuar. Tani diçka që unë dua ta përfundoj dhe për mos u zgjatur shumë në këtë ndalesë është në këtë natë që është nata e fundit, ne në radhë të parë e përfundojmë dhe mbyllim duke kërkuar falje Zotit gjithësisë nëse kemi lënë diçka manit. Qoftë në raport të madhërishmi, qoftë në raport me njëri tjetrin. Është më se normale dhe është më se fisnike. E përfunduam këtë muaj, shumë kemi vepruar, themi Allahut më fal. Pse e përfundojmë me kërkim falje? Sepse jemi të bindur që Zoti i gjithësisë meriton akoma më shumë, mirë po pranon prej nesh qoftë dhe pak. Meriton më shumë, po pranon dhe këto pak që ne i dhurojmë dhe i dedikojmë. Prandaj shumë fisnike të themi o Zot, më fal. Kaq kisha mundësi dhe më përmirëson. E dyta, i lutemi fort Allahut të lartësuar të na pranojë gjithçka që kemi vepruar. Nëse ka pasur një mangësi, nëse nuk ka qenë në formën, në mënyrën e plot ashtu siç duhet, i lutemi Allahut të lartësuar të na pranojë adhurimet tona, sepse kjo është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Dhe tjetër gjë, dhe kjo është e fundit, që pas këtij rrugëtimi maratone ose si thuaç këtij aktiviteti i adhurimit që ne kemi kaluar bashkërisht në këtë muaj të begat, për Zotin e Madh ndjehemi jashtëzakonisht keq që do të ndahemi. Dhe nuk mund të ndahemi pa unë të paktën si hoxha juaj pa dedikuar një mirënjohje dhe një falënderim për të gjithë ju, duke i marrë njëri pas tjetrit që të gjithë. Unë e di
ju kam parë ndoshta nga një kënd. Më ndryshe se ç'mund të shikoni ju njëri tjetrin, që keni qenë që të gjithë shëmbullor. Zoti ju mbuloft me mirësitë e tij dhe ju shpërbleft. Në veçantë kanë shkëlqyer disa vëllezër, disa motra që na kanë shërbyer për gjatë gjithë muajit begat Ramazanit. Zoti ju shpërbleft për çdo qindar që keni shpenzuar, që keni dhuruar, që keni kontribuar në të gjitha kuptimet. Dikush ka dhënë zakatin, dikush ka dhënë sadaka, dikush ka shtuar iftare, dikush ka kontribuar në ark, apo dikush ka kontribuar me një këshill, apo dikush ka kontribuar me durimin e tij, dikush na ka shërbyer për vëllezërve dhe motra këtu në xhami në mënyrë të pa lodhur, pa u ankuar, pa u mburrur, pa ngritur zërin. Dhe vetë kemi shijuar dhe kemi parë diçka të tillë. Kemi shijuar iftaret, kemi shijuar suhuret, kemi shijuar adhurimin, gjithçka në një mënyrë të tillë që nuk është e lehtë, sepse mblidhemi 3-4 veta aty në shtëpi dhe nuk është çudi që të grisemi një në kaq. Edhe në një komunitet kaq të gjerë dhe të kalojnë gjërat kaq mbar, tregon mirësinë tuaj dhe është fal pas Allahut, mirësisë të Allahut është dhe fal angazhimit me të vërtet të pa shembull të këtyre vëllezërve dhe motrave që Zoti shpërbleft me mirësitë e tij të pafundme. Pra betet gjithë tjetër vese ti lutemi Allahut të lartësuar përpara kësaj se kujdes fitret. Kujdes fitret është dita e fundit deri afati fitreve kur është deri para faljes së Bajramit. Në momentin që falet Bajrami, tani nëse dikush s'e ka patur të mundur, i jep dhe pas Bajramit, inshallah Zotit. Mirë po, rregulli dhe afati i fundit brenda sinor është përpara faljes së Bajramit. I dini fitret, 3 kg ushqim nga ushqimet bazë me të cilat ne jetojmë. Për çdo antar të familjes, krye familjari e bën këtë gjë. Nëse jep 5 antar në një familje, 5 herë 3, 15 kg ushqim, i ble dhe i dhuron një nevojtari. Një nevojtari. Nëse çon me dorën tënde, një komshie nevojtar, apo një të varfër që ti e njeh, kjo është akoma më e mirë. Nuk mundesh, nuk din ku ti çosh, sillin në xhami, përsëri është grupi këtyre, janë këta ndjem të cilët na shërbejnë lidhje me këtë gjë ose i shpërndajnë në mënyrën më të mirë të mundshme. Dikush nuk mund të shkojë ti blej, përsëri sjell lekët, këta vëllezër shkojnë i blejnë dhe i shpërndajnë, por mirë po sa më shpejt aq më mirë. Nëse dikush nuk është krye familjar dhe do t'japi vetëm për veten e tij, i jep 3 kg ushqim dhe inshallah Zotit e ka kryer atë. Allahu na mundsoj që të kemi në jetën tonë, në dunjan tonë, sa më shumë takime të tilla, sa më shumë momente të tilla. Momente që trupi fiziku ndoshta lodhet, ndoshta raskapitet, koka ndoshta këputet, përmbyset nga pagjumësia, mirë po shpirti gëlon, kënaqësi, lumturi dhe me të vërtetë e shijon të gjë. Allahu na tuboft në tubime të tilla kaq fisnike në këtë dunja dhe lutim Allahu lartësuar që vitin e ardhshëm në muajin e begatram, jo kemi xhumara, po flasim për sa i përket këtij dimensioni, ne të jemi akoma më shumë dhe të gjithë bashkë pa na u shkëputur nga kjo botë. Askush inshallah Zotit, më të mirë në iman, në besim, më të mirë edhe më shumë në mirëqenie dhe në pasuri dhe në bereqet, me beqar të martuar, me të varfër të pas amin. Vetëm për të keni thënë amin. Unë kam 30 ditë që lutem, asnjëherë nuk u tha amin. Për çdo gjë ndoshta e mirë lutur. Subhan. Kjo tregon se me fjalë sot u konstatua se cili është halli më i madh në bashkësinë tonë. Prandaj del obligim për të gjithë. Ja këtë them me seriozitet. Del obligim për të gjithë. Çfarë ka thënë pejgamberi sa kush ka mundësi ta ndihmoj vëllain e tij dhe motrën e tij, motrën ta ndihmoj. Dhe një nga mënyrat më të mira fisnike që është për të ndihmës është ndërmjetësimi. Dakor? Nëse tani që mos ta bëj këtu ligjërat martese, mirë po edhe një po e përsëris, e lutë Allahun lartësuar që të martuarit, çfarë të bëjnë? Të na ruaj Zoti. Të na ruaj Zoti pas ta divorcojnë. Po pse ju duket pak kjo? Po edhe kjo është dua për të bërë. Sa është niveli i divorceve, Zot na ruaj? Pafund. E frikshme. Të beqarët ti martoj, të varfrit të na i pasuroj. Amin, thoni dhe amin. Apo jeni të gjithë pasanik.
të varfrit të na pasuroj, të sëmurët tanë të na shëroj, Zoti i lartësuar. Dhe Allahu t'i bëj zemrat tona të gjalla, dhe t'i bëj zemrat tona të gatshme për të mbjellë në to çdo mirësi dhe të largoj prej zemrave tona çdo gjë të keqe. Të na ruaj Allahu i lartësuar shumë fort prindrit tan, ata që janë gjallë, dhe të na mëshiroj ata që kanë shkuar tek Zoti i lartësuar. Dhe lutim Allahu i lartësuar mbi të gjitha që të na udhëzoj rinin ton, se pasha Zotin e gjithësisë na kaputet shpirti kur dëgjojmë rast pas rasti, filani ka këtë ves, djali i filanit apo ti ka atë ves, dhe shohim se si Allahu na ruaj po na rrshket rinia jonë. Dhe është përgjegjësia juaj. Është përgjegjësia e gjithëve ne si një trup i vetëm, të kemi ide të qarta, të kemi platformë dhe mos të rreshtim së foluri dhe së orientuari dhe njerëzve të cilët nuk e dinë se ç'ndodh në këtë kuadrat. Nuk e dinë se çfarë ndodh në xhami. Ndoshta edhe parigjykojnë, jemi të bindur t'u tregojmë se çfarë drite buron dhe shpërthen nga ky vend dhe pikërisht inshallah Zoti nga ju. Allah ju mbuloft me mirësitë e tij dhe shumëta të panumërta. Allah na pranoft adhurimet tona. Nëse kemi lënë ndonjë mangësi që nga unë dhe gjithë tjetër kush ka shërbyer na e bëni halal dhe u takofshim gjithmonë në mirësi në këtë botë dhe në xhenetet e larta në botën tjetër. Tani falim edhe vitrin 3 rekate.